Producenti i njohur e kritikon gjestin t'ia di Përnderjozit jashtë deklarata e fortë e tij. Producenti i njohur Eduard Deda, i cili më parë ishte edhe pjesë e panelit për të folur më shumë për post Big Brother VIP dhe se çfarë po bëjnë finalistët në këtë mbarim të edicionit të 4 të Big Brotherit, ka dhënë disa deklarata shokuese. Sipas tij, gjesti kur erdhi në Big Brother VIP ishte i famshëm pasi kishte qenë pjesë e një reality show që i dha shumë popularitet. Deda shtoi më pas se gjesti në shtëpinë më të famshme në Shqipëri ka bërë gafa të jashtëzakonshme dhe se nuk do e fitonte në asnjë event të botës të Big Brotherit. Producenti kujtoi se momentin kur fituesi Big Brother VIP 4 mori rruzlarën e Jozit e hodhi në pishinë, ai shpreh se gjesti duhet të jetë falendërues komunitetit katolik që nuk e bën kaos këtë gjest, teksa tha gjesti do mbahet mend për shumë gjëra, për këtë djalin që ne si shtetas shqiptar, shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e diasporës dhe të Kosovës nuk e morëm kurrë seriozisht për gafat që bëri, sepse me gafat që ka bërë ky djalë nuk do e fitonte në asnjë event të botës kurrë Big Brotherin. Por ish natyra e tij, as fëmijë, as burr, sa herë të dukej si një fëmijë, një herë si një djalë i rritur, e për këtë arsye ky djalë u shpall fitues, sepse ky djalë ka gafa të jashtëzakonshme, më të mëdha se Jozi me atë shuplakën që i ka dhënë. Për shembull, për ne komunitetin katolik, të marrësh rruzaren e ta përçmosh, ta hedhësh në pishinë e mos të pranosh e ti thuash varse shumë e rëndë. E ai duhet të jetë shumë falendërues të gjithë komunitetit katolik që nuk e bën kaos dhe nuk u ngritën në këmbë për t'i thënë që ne këtë nuk e lejojmë, se sjellin përçarje fetare dhe nuk është problematike për ne dhe është hyrje, tha Deda. Producenti i njohur mendoi se fitoren gjestit ja dha shpulla e Jozit, pasi sipas tij nuk ka qenë përpara Rozana Radit deri në ato moment, teksa u shpreh t'ia di Përnderjozit se ajo shpulli dha fitoren, edhe pse ishte një akt shumë i shëmtuar për në televizion, edhe nuk bie kurrë dakord. Përfundoi deklaratën e tij të fortë producenti i njohur.